Në hyrje të rrugës u pa autobusi me targa të Beogradit. Këta Sërbë erdhen nga vende të ndryshme për të festuar festën e Vidovdanit. Por para hyrjes në Gazimestan, Sërbët po kontrollohen në detaje nga policia e Kosovës për ndonjë simbol provokues. Për disa prej tyre nuk u lejoa hyrja në këtë ceremoni. I gjithë vendi u rrethua nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Forca të shumta ishin në hyrje dhe brenda kullës. Të tjerë pati edhe nga inspektorati policor. Situata ndryshoi kur Sërbët hynë brenda. Para kullës edhe në këtë vet filluan këngët nacionaliste. Kosova je srce Srbije, srce Srbije, srce Srbije. Kosova je srce Srbije. Por të gjithë ata që kënduan Kosova është Serbi dhe Kosova është zemra e Serbisë, u monitoruan me dron nga policia e Kosovës. Pati të tjerë që ngritën edhe tregishta. Zyrtar të njësisë speciale po i presnin të dera. Ata që u identifikuan u shoqëruan për në stacionet policore. Për ndalimet, detaje dhan edhe nga policia e Kosovës. Nuk është raportuar ndonjë rast i cili ka ndikuar në mbarvajtjen e manifestimeve, përveç shoqërimit të 17 personave në stacion policor për intervistim, të cilët kanë provokuar masën duke kryer nxitje të urrëties dhe posedonin veshje me përmbajtje provokuese e nxitëse në kundërshtim me dispozitat ligjore. Të gjitha veprimet policore janë realizuar në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë, me vendim të cilëve një të dyshuari i është shqiptuar masa e ndalimit mbi dyshimin e bazuar për veprën penale, armbajtje pa leje, një tjetri është shqiptuar flet paraqitje për kundërvajtje, 4 të tjerë janë liruar kurse 11 të tjerë janë në procedurë të intervistimit. Kjo ceremoni mbahet çdo vit në Gazimestan për të përkujtuar princin mesjetar serb Lazarin dhe ushtarët e tij të rënë në humbjen e betejës së Kosovës më 1389 kundër perandorisë osmane.